Mirëmëngjes, javë të mbar, pas ditëve të pushimit, tryezave festive, fillon dieta detox dhe rutina e përditshme. Në rutinën tonë të përditshme do të nisim sot me vitin e ri astrologjik, do të shohim se si 12 shenjat e zodiakut do të ndikohen nga pozicionimi i planeteve ndaj me Liza Gjikën, do të mësojmë diçka më shumë për karrierën, për dashurinë, për punën, për financat, për përditshmërinë tonë, kështu që na ndiqni dhe nëse do të keni pyetje do ta lëm linjën sot të hapur për ta pyetur numerologen dhe astrologen Liza Gjika, e cila do të bëjë një analizë të plotë për të gjithë vitin të 12 shenjave të zodiakut. Tani është momenti të shkojmë të gatuajmë, të nisim rutinën edhe në kuzhinë, sepse aty nuk ka pushime asnjëherë. Shkojmë tek Albana. Të gatuajmë Albana, mirëmëngjesi, të nisim së bashku atë rutinën pas disa ditëve pushimi edhe këtyre ditëve tona festive me plot njerëz miq këtu në studio, po edhe në shtëpia tona. Si është të nisësh kështu ditën e hënë pas ca ditëve pushim? Po qep. Po dembelizëm është. Pas ka ikur goja fare. Po ka ikur. Jam urtësuar, s'kam që të bëj. Të të lënë pushim. I kam shijuar në maksimum, do thua shti ku, në shtëpi o në shtëpi, po kisha nevojë vërtet që ti shijoja, do thonë ju që ke bërë, atë divanën e kam bërë grofë, shkurt e safi, dhe të gjithë që ti njëthën grofë. Por, me e fuqishme me receta të reja, viti i ri receta të reja është. Do thonë ju qarë receta të reja, po të reja. Po edhe kemi ngrënë shumë, e kemi tepruar me ushqim, kështu që ca gjërat thjeshtat lehta tani, këtë gjithë janarin. Të shlyejmë ato ditët. E ke mbajtur vetën? Çuditërisht, ç'ne? Po, e kam mbajtur vetën. Ky Nepsi, pik Albana. Ka mbaruar. Po. Me të drejtën nuk e kam mbajtur dot fare. Kam ngrënë shumë këtë vit. Po ne kur nisëm baklavan me Niki këtu. Po edhe sa të tjera. Bravo. Që kështu jemi në parametrat e të Avash do t'i heqim dhe ato kilet që morëm. Do t'i heqim patjetër. Sot do ju marr pak moment mirë, pastaj nesër më fuqishëm me detoksin. Por janë ushqime që janë ushqime të lehta. Çfarë kemi? Kemi peshkun se bër tar. Ja, pra kemi këto sardelet sot. Sardele dhe e dim shumë mirë që sardelja është i fuqishëm në përmbajtjen me omega 3. Fosfor dhe më pak i ngarkuar nga mikroplastikat, se sa peshqit e tjerë të mëdhenj. Te kemi thënë shpesher. O balluk e prer, kam. Ti shikojmë produktet. Jo vetëm sardele, pra peshk i vogël që mund tjetë. Kam të lloj peshku, kam pomodor, të kisha në frigorifer faktikisht, nuk shkova mora, jam dhe ekonomiqare, pra nuk mora domate të mdhaja, sepse i kam. Përse? Sepse japin një shije ekstra të veçantë peshkut. Kam rigonin, kripën, piperin, trunzën, salcën, dembele, për tonë sot. Hudrat të gjitha dhe një qep që e kam vendosur këtu me ujë dhe me krip. I thash të gjitha më në tonë. Që të zbutet. Ajo ka sjell kaq aromë, duhet të zbutet mira, ajo të tretet si pra që të kemi atë rezultatin e duhur, ne vendosim pak ujë tek qepa. Qepën unë nuk e gri me thik, në përgjithësi e kaloj në blender, në mënyra të ndryshme, dhe çfarë dua unë të gatuaj, për shembull, çamleku nuk e kaloj, po e pres të thik. Tu do të shtoj pak skrip. Dhe, op. Edhe pak piper. Sërisht e lë deri në djersitjen e qepës. Tjetër t'i bëj një përmbledhje, unë e kam nisur me një kafe, me të drejtën, një lavaca. Na ka hyrë viti me këmbë të mbar. Por, nga i nati jote do më shekjer shtrova vetëm të tavolina ime. I bërë këto besetit 12 po krashegët mes natës, 2 herë të hapura, qa bërë nga mes natës? 12 me këto, jo, 12 unë jam bosit 12 muajve, për vetën time. Atëherë çfarë bëj? Lash derën hapur. Në mëngjes e lash derën hapur.
Fëmijët vegjël nuk kam, po qa bëra? Bra dhe një hile. Dola vetë dhe hyra vetë. Dola vetë dhe hyra... Në datën 1 në mëngjes. Dola vetë... Po ti thoje të kisha dërguar dikë. Kanel. Kanel. Po. Kanel. Kanel, sikurse dhe... Deri ku dole, deri te rruga apo deri te Për der? të gjithë beqarët, duhet kishë bën kanel. Tjetër kjo. Shikon? Nuk e kam bërë. U vura kanel në shtëpi, po, edhe vetër e mbajta me kanel. Ka dalë vetë, deri ku shkove, deri te rruga, apo dole jashtë fare? Deri te shkava hyre vetë, që kishte hyri. Jo nga hyri. Baqa, nga dera kryesore. Pra këto të treja i bëra. E nisa në mëngjes me një lugmjalt, që goja ime tjetë e ëmbël, tjetë pa pengesa. Ja, shikone, hyra tamam, hyra në rutinën time tani. Tjetër gjë? Unë s'kam bërë asnjë nga këto fare, më erdhi natyrshëm, siç... Jo, unë këto i bëra. Nuk zgjova në orën 1 të nesërmen. Jo, unë i bëra këto. As nuk hyra, as nuk dola. Që ju të keni, atë mbarë si to, thoni ju, kush do i bë, kush do nuk i bën. Pa tjetër që merë në një vend të vogël, në një qese të vogël nga këto copa që janë që vendosin bijuterit, shtoni 3 dafin, shtoni oriz, një kanel, vendosni qindarka të vogla dhe lërini për gjatë gjithë vitit që kjo të sjell mbarësi. Gjyshja ime i bënte, por nuk ju vende këtu, i vendosën në një kavanoz. I vendosën në një kavanoz, shtonte orizin, nuk shtonte kanelën atere, se... Janë rituale që si pas zonave janë të ndryshme dhe prajtë sa kosa i besoni njerëzit, ndjeshin mirë me vetën e tyre. Edhe nuk e di diçka sheqere, nuk e mbaj mend mirë të, e mbyllte kavanozën dhe e mbante brenda tek të kushimet. Tani kanë ndryshuar gjërat, pra dhe unë... Kënë ndjekur atë ritual. Vazhdojmë të gatuajmë sardelet tona, ndërkohë që ne bëmë këtë bisedë, Qepa ka përfunduar shtoj dhe pak ujë këtu unë edhe vazhdojmë Androniki me... Dhe receta e shkruar do t'ishte e tillë, është gati besoj, sardele me domate në furrë. Le t'i shohim pak produkte të përmbledhura, ka sardele të vogla. Pra, sardele të vogla janë gjithmonë 500 gram të tilla, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, një lug salcë domatesh të koncentruar nga ajo trasha. 4-5 lug me ujë, një lug me rigon të thatë ose të njom, si ta gjeni ju, disa degë trumze. Trumza duhet jetë e freskët, majdanoz, domatet në feta, vaj ulliri, krip, piper i zi. Domatet në feta ose nëse keni pomodor, mund t'i përdorni pomodorët, domate qershi ndryshe, të prera në mes. Nisim pak më lehtë, ka njerëz që kanë filluar tani jo suprat, jo sallatat, ushqime pak më të lehta, për t'i dhënë kohë trupit të rikuperohet nëse është ngarkuar gjatë këtyre ditëve. Të tilla. Me që ne kemi gjithmonë me gatimin, me dorën e gjyshes, gjyshja ime thoshe dikur. Dhe nuk flasë vetëm për gjyshen time, më këtu duhet ma kuptonin. Gatimin e ndjeni me vesh. Pra, zhurma... Du të përdoren të gjitha shisat kur gatuar. Kupton që është gati që unë duhet të shtoj salcën. Ushqimin, kur ju shikoni njerëzit që kanë boshatisur pjatat, do thotë që është pëlqyer. Ose kanë qenë të uritur. Pra, nuk e di, më kalon, në çdo fjalë më kalon me dikur. Pra, dikur, me copën e bukës ne fshinin pjatat. Ishte për 2 arsye. Për arsyen e parë, që fëmijat nuk duhet të liheshin, sepse nuk ishte mirë. Dhe për arsyen higjienike që nuk zihej lavamani. Por, kur të shijonte shumë, patjetër që atë çapën e bukës, e merte tjetra, do më kërkoje, jo vetëm një çapë buke kërkoje, pastaj, pra kjo është ushqimin, gatimin e ndjen me vesh, nëse ka arritur qëllimin tënd e shikon tek njerëzit, kuptohet lumturia e të ndërën. Dhe më thënë, aroma, një që ndikon, kur qepa skuqet,
zhurma. Pra, unë ndjej me zhurmë dhe nuhatje. Pra, nuk ka nevojë. Po një sekond, nëse të pas ti fillon të gatuash 40 edhe 50 vjeç, s'ke për ti pasur këtë shqisa, a? Ne flasim që tani brezi ri gatuan. Ti ke gocën që të gatuan? Edhe gatuan shumë mirë. Dhe bravo jo thea. Dembela këto, brezi të rive. Po. I duan gjërat më gati. Ja, pra shiko, bëra këtë shtratin që do vendos sardelet. Pra ndaj, edhe po flas sepse më duhet gatimi, koha e gatimit kaq. Do thoni ju të kishe marrë malli për të folur, pas ka pas marrë malli për të folur. E kuptoj. E kuptoj. Do kesh kohë gjithë vitin t'ju drejtohesh zonjave dhe po ashtu dhe të na flasin. Sot kemi minutazh apo i kemi recetat të shkurtra i ke. Të shkurtra janë. Shkurtra, sot. Kështu që në pjesën tjetër le të urohemi me zonjat që na ndjekin, me anvisat, me shikuesit tanë. Ndërkohë lëm dhe pak minuta, të tretet mirë edhe qepa. Po, marinojmë pomodorët, edhe qepa tretet më mirë, edhe salca po ashtu piqet tretet zien aty më mirë. Ndërkohë ne bëjmë shkëputjen tonë të radhës, të parën për këtë vit dhe rikthehemi për ta vazhduar recetën. Vjojmë tani me recetën, kjo ishte për një pushim, sa t'i linim kohë pak qepës, salcës së koncentruar, tani po shtojmë edhe hudhrën, krip, piper i zi. Nga ana tjetër kemi marinuar pomodorët, pak vaj, krip edhe piper. Meri këtu afër? Opa. S'ka problem. Pra, këtë du tjetë shtrati, ja se në ra pak luga aty brënda, nuk ka probleme, vendosim këtu. Lëre këtu, opa. Këtë tjetë shtrati, ku do të vendosim pastaj sardelet. Nësë duhet pak ujë aty? Ja, nuk bësoj ujë, e bëj shumë të ujë. Shpeftushëm lëngshme. Tani i vendosim njëra pas tjetrës. Nuk ka rëndësi. Se qysh të kësi, ja. Po duam disa i kemi me koka, disa... Ka që dhe i duam të tilla, dhe unë kam zgjedhur t'i kem të ndryshme. Pra, i vendosim të gjitha sipër. Këtu tani do mbulojnë me domate që mos thahen, se janë shumë të vogla. Ose po të duam, i vendosim një letër. Nga aroma duken shumë të mira. Fresta, plus edhe ajo salca poshtë, trumza që do t'i japi një aromë të veçantë. Filloj dhe plotësoj tani vëndet me avashlik. Një nga tava dhe gatimet më të shëndetshme kur bëhet fjalë për gatime me peshk. Zgjidhni peshk të vegjël. Peshk të vegjël. Këtyre sardelet ju hahet edhe shtylla kurizore, se ka shumë kalcium. Do t'i pozicionoj të gjitha këto çfarë kam këtu. Kjo është fiksa ajo receta që na ofron që ta ngjojmë tavën. Sepse lëshojnë ato aromën dhe shihen edhe sardelet, lëngu i domateve, salca po ashtu, ndaj na jep një recetë mesdhetare të shijshme. Ndërkohë që ne vazhdojmë me recetën tjetër, linja ose vazhdimi i bisedës do të jetë me ju, me shikuesit tanë, me zonja që po na ndjekin. Thelpi hudhre këtu. I vendos edhe një thelpi hudhër dhe degët e trumzës. Kështu që numrin e keni në ekran, bisedojmë së bashku si e keni nisur ju vitin dhe çfarë jeni duke përgatitur të ditë sot, sidomos në tryezat tuaja. Keni nisur me salata, me supra, me gatime më të lehta. Por, ka më shumë shije,
Kur është pomodor, i vjen me ëmbël. Shpesh ka më pak aciditet kur është dhe me pomodor? Patjetër, edhe nuk ndjeni atë shijen si kauçuk. Kjo është tava e përfunduar përpara se të vendoset në furrë, së bashku do t'i lexojmë edhe një herë produktet që përgatitëm për këtë tavë. Pra tavë me sardele dhe domate në furrë. 500 gram sardele, një qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, një lugë salcë domatesh koncentrat, 4-5 lugë ujë, një lugë rigon, disa deg trumzë, majdanoz, cilën ja hedhim më pas majdanozin, domatet në feta ose pomodor, vaj ulliri, krip, piper i zi. Tava do të vendoset tani në furrë, në një furrë të parangrohur, dhe e quajmë të përfunduar. Ja kemi bërë rizmetin në maksimum. Nuk ka nevojë shumë, ka shumë pak nevojë për... Po, dihet peshku shumë pak minuta. Direkt në shumë dashuri. Dhe është gati, po ashtu edhe pomodorët, sa të fillojnë të rrudhen. E vendosim në ajër, dhe gati për fluturim. Dhe presim që gati për fluturim. Me çfarë vazhdojmë tani? Me cilë recetë? Vazhdojmë me një recetë tjetër, me recetën me një ëmbëlsirë. Po e di që po thosha me ëmbëlsirë, edhe po mos thënë tani këtu. Ç'a bën me Albana, ç'a bën? Ëmbëlsirë? Akoma me ëmbëlsirë anë? Apo e ke të shëndetshme, e kam të shëndetshme, patjetër. Ke bën lojra fjalësh me ëmbëlsirë, se me ato ëmbëlsira që kemi ngrënë gjithë këto ditë. Ja të shohim çfarë përmban kjo ëmbëlsira dhe a mund ta konsiderojmë ëmbëlsirë, se kush kujton ëmbëlsirën tani thot, bo, prap. Por që ka e shëndetshme, sepse ka përbërësit, s'pasat i lajmenët me deka. Ma dekën i lajmë enët që të jenë të pastra, që të shkëlqen e të ndrisin të tilla. Ja një puding, pra një ëmbëlsirë me fara kia. Prandaj thash që është shumë e shëndetshme, se këto farzat e vogla janë me të vërtet shumë të ushqyeshme për trurin, për tretjen gjithashtu. 2 lugë plot, 2 lugë gjelle plot me fara kia, 1 got ujë, pak mjalt dhe fruta të fresta, fruta pylli kemi neve. Dhe kam rritur telefonuesja e parë, ose telefonuesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, dhe ne nisim vitin me një zotëri në telefonata. Të përshëndesim. Me zonjën Albana do e t'kisja. Urdhro, ja ku e ke këtu. Po, mirëmëngjes. 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 Një emision shumë i bukur, po më thonë shumë gjëra nga ju. Po, do e bëj edhe një kritik, se peshku nuk e ke sardele, po e ke merluc. Edhe? Merluci që na bën për shembull, ka thënë, cuq? U thash peshk i vogël, thash. Rofsh, falenderit, vitë mbar dhe gjithë shka mbar, inshallah. Përzjeni bashkë të dyja, dhe sardelen dhe merlucin, si që bëjmë ne, po të vizotëroj sardelja. Mund t'jetë cironka. Ato të thatat. Po, do thënë peshk i vogël. Mund t'jetë barbunj i vogël. Dhe bilës barbunja akoma dhe më mirë. Atere, kur jemi të këtë vogla dhe frutat, në këtë lloj ëmbëlsire, duhet jenë të vogla. Pra mund të kemi jo vetëm frutat e pyllit, mund të kemi mollën, dardhën, gjithë shka e prerë në kubik të vegjël. Kam bëritur një tjetër telefonat, përshëndetje. Mirëmëngjesi, ky zë ka që i njohur për publikun ton edhe për ekranin. Gëzuar në Nanexhi. Të përshëndesim, shëndet të kesh edhe një vit të mbarë për ty. Faleminderit shumë. Si e ke nisur vitin, më thuaj pak. Si shkoi viti ri? Si e ke nisur vitin? Vjet isha shumë të murë, po si vjet më mirë. Më mirë akoma. Mot më mirë, ja kjo është. Mot më mirë. Më kishte marrë malli shumë për juve. Edhe neve për ju, kështu që do të na keni tani për ditë. Për ditë kemi qenë në ekran, nuk është se kemi munguar. Falenderit. Shumë falenderit. Të përshëndesim. Edhe unë, patjetër. Falenderojmë. Faleminderit, urojmë ditë të mbar. Ja më thuaj pak çfarë ke gatuar sot, se për këtë e hapëm dhe bisedën. Apo na iku në Nanexhi.
se bën ca receta të veçanta nga zona e vetë, kështu që doja ta pyesja. Megjithatë, do ta lëm për herë të tjera. Na telefononi, na tregoni receta, çfarë ndodh pas asaj ngarkeses të tryezave, çfarë po gatuani sot. Ja sollëm një puding tani, mund të përgatitet kjo që në mbrëmje për shkak dhe e konsumojmë në mëngjes? Po patjetër, ajo duhet. Pra, unë këtu kam shtuar farat kia që të marrin në fozë ata aktivizohen, po duhet që të rinë të bymehen, duhet që të qëndrojnë, të paktën do të qëndrojnë 2 orë, të paktën është 2 orë. Bashkë me frutat e tjera, po të doni ju, unë nuk e thash sepse thash se mos më marrin anvisat me karikator. Qumësh bajame. Kush? Për me pse, i bëjmë vetë qumshin e bajameve neve, një grusht të madh. Gjithmonë kur referohen për pjesën e pensionisteve, të buxhetit që nuk e kanë mundësinë. Pra, zëvendësohet shumë mirë me ujin. Po. Zëvendësohet shumë mirë me ujin. Vendosin i farat brenda, tani nëse thoni që të farat kia janë të shtrenjta, të heq përpara në të iki pastaj. Jo, se janë gjendën sot, patjetër, ka mundësi sot. Kosto është si erzat, që s'ka të vogla e gjendën kudo. Atëherë i vendosim këtu brenda, do të vendosim mjaltin, frutat që ju doni dhe do të krijohet kjo masa e gelatinës, si lëngu i kockave. Po. Ja të presim dhe një tjetër telefonat. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju dëgjojmë, na dëgjoni nga telefoni. Përshëndetje. Si jeni zotëri nga telefononi? Të falenderojmë që po na ndjek dhe që na telefonove. Po, gëzuar një vitë të mbarë, që do zemër, të ndejtë të parën, të tajnë që ka dhe ratë. Gëzuar dhe për ju. Gëzuar. Ishi duke na ndjekur? Të shimë që të sesa tohme, nga arkimin e vitit të ri, duhet të gërtojnë të pra, si të e gjera të leta. Unë për shemë sot, se unë jam përgjime vetë, sot kam rëtor thjerza. Thjerza. Ose grosh feshisa, në një shemë një rëtor. Bukur fort. Shumë mirë. Me perime, në piteti, të patë një karose, të grijë në rejnë dhe i qëshë, të mëritë dhe... Po, dikush thjerza, dikush supra të tjera, dikush pak peshk, kështu që varet nga mundësit. Ne kemi sjell më të mirën që kishim. Tu bëft mirë, ju bëft mirë dhe shëndet të kemi. Nesër në shtëpinë tonë kemi thjerza. Gjithashtu, faleminderit për telefonatën. Gjithashtu edhe për ju. Ja, shifeni pak tani se ka filluar të krijohet ai xheli dhe pse pra, ju shikoni që unë e përzijej. Nuk është e përzijej sepse nuk është supë, po është mjalti që është pak me i trash dhe prandaj dhe e përzijej vazhdimisht. Me nxehtësinë që mua më merr këtu, pra dua ta shkri në mënyrë natyrale. Fillon dhe merr të shkëlqimin e gelatinës. Ja, shikoj, mjalti është akoma është mjalti mirë përderisa nuk po tretet kollaj, se një nga mënyrat për ta dalluar. Kur ai nuk tretet shumë shpejt në gotën e çajit, ujit e me një radh, është një nga tipare dalluese që është mjalt i mirë. Të marrë përbërësit e receptës. Po, do t'i vendosim pastaj në përtasa dhe është e domosdoshme që farat kia të jenë patjetër të vendosura 2 orë përpara, qoftë në kos në ujë apo në qumësh, kudo që i gatuani ato, sepse ato kanë veti që të fryen të bymehen në ujë. Dhe çdo të thotë, nëse ne i konsumojmë në trupin ton pa i bymyer më përpara në ujë, ato do të përthithin të gjitha lëngjet e trupit ton. Unë do t'i vendos në tasa. Më mirë akoma, se janë dhe më krakshu. Përgatitini në çdo moment, në i mesvakt, në mëngjes, një pasdite. Pra, një ide thjesht, delikate, e këndshme, me fruta pylli, mund të jenë fruta të tjera, një buding. Farakia është. Po, pak mjalt. Farakia, ujë ose qumësht bajamesh, apo një qumësh kokosi, apo qumësh lope, apo ujë fare thjesht, ne e sollëm fare thjesht në mënyrë që ju të krijoni ato, të keni ato fantazinë tuaj. Mirë, e fillojmë më pas recetën, bëjmë një pauzë. Unë bëj para përgatitjet. Po, dhe tregojmë më pas supën tonë, çfarë kemi zgjedhur supën tonë për ditën e sotme. Kemi nisur me tavën me peshk
të vogël me budingun, me fruta pylli dhe farakia dhe më pas gatuajmë një supë me perime, që rikthehemi pas reklamave. E kthehemi në pjesën e fundit, në hapësirën tonë të përgatitjes së recetave, të gatimit. Përgatisim supë, një supë me perime. Dikush na tregoi nga telefonuesit që supa e tyre ishte me thjerza. Sot ne kemi zgjedhur me disa perime të tjera. Qepën dhe karotën. Qep, karot, i shtojmë në ujë të vluar. Shohim dhe një herë bashk të shkruar recetën tonë, çfarë supe, çfarë përmban tjetër. Perime të thjeshta, supë me perime jeshile dhe jo vetëm, pra një kungull, një patate, një karot, një grusht, një tufë me spinaq, një lugë vaj ulliri, krip, piper i zi. Thjesht supë me perime jeshile. Duke qenë se nuk do ta kthejmë në kremoze, i bëjmë kështu të vockla që tani. Në fillim, keni mundësi në tenxherën tonë transparente ju të shihni procesin, pra gjithë zjerjen edhe perimet që shtohen aty. Sërisht. Kam pataten. Pra, të gjitha kalojnë në grisën tonë. Të grimcuara, shkurtojmë dhe kohën e zjerjes së tyre. Ekonomi në çdo aspekt. Si tha Nikolaki, Olimbi, jetat, llogari. Është llogari. Edhe tak, dhe kjo është grija e fundit. Spinaqin do ta shtojmë ashtu. Spinaq të vogël. Tani, me qënë se kemi këtë tenxherën tonë transparente për i xhami, le t'ju themi sepse dikush mund të ketë blerë një çajnik për shembull, një çajnik të tillë për i xhami. Dikush tjetër ka një tenxhere të tillë transparente. I tregon tani Albana, po edhe ne kemi çajnikun, bukur fort, nuk përgatisim çajin në ditët në vazhdim, çajra të ndryshme që duhen për stinën, por ndodh që e vendosim për të zier çaj ose për të zier ujë dhe bëjmë disa gabime. Cili është gabimi që nuk duhet të bëjmë asnjëherë për të mos rrezikuar thyerjen e enës? O ta marr. Dhe jo ta çe këtu, se ka ndryshim. Ta çe aty ku është nigi normalisht, ne do kemi një tenxhere që plas. E themi, a shiko cilësia e ullët? Jo, është ajo që ne nuk dim. Pra nga e nxehta në të ftohtë vetëm shërbeti hidhet, më pas të tjerat jo. E njëjta edhe me çajnikun, pra nuk do ta vendosni menjëherë nga një sipërfaqe ku te pllaka e furrës që po zihen, në një sipërfaqe të ftohtë apo aq më tepër të lagur apo jo, edhe pjesa e lagështirës ndikon. Atëherë, në tenxhere shtoj vaj ulliri, masën e kripës dhe pak piper. Ti sjell këto? Nuk do më sjellësh asnjë gjë. Dhe e lë të ziej. Për sa i përket mbarsisë vitit, normalisht shtoj oriz. Shtoj gosht karafili. Kjo është individuale, kjo është e mbajmë në shtëpi. Shtoj qindarka. Qa ishte edhe njërë kjo për ta patur... Po, është mbarësia. Oke, disa truke që përdorin... Gjethen e dafinës. Po si. Është e të madhes. Pra, oriz, karafil, gjethe dafine. Dhe kanel. Edhe kanel, do shkët marrë dhe kanelën, po si? Këtë aromë të mirë madje. Edhe ndonjë monedh. Ja, edhe kanelën. Edhe këtu kemi dhe pjesë të tjera.
ato edhe një këtu, kanel edhe, apo? Ne kishim mishtuar. Në rregull. Dhe kjo vendoseshe në? Po. Dollap. Këtë, unë e vendos në sirtarin tim këtu. Aty të lugët dhe të thikat e vure. Dhe këtë e lë këtu. Jam bare mirë viti. Bare me mirë. Receta shumë të mira, edhe që mund të ndihmojmë shumë mirë. Pra të thash, i silin dhe sardele, themi në fund tani të gatimeve tona. Kemi kaluar me supën në fund, do ta lëmë që të zihej derisa të lidhen mirë produktet dhe është një supë e thjesht fare me shumë pak produkte. Procesin edhe e ndoqët, do t'i grinin ato në grisën elektrike. Ja ta lë këtu unë, se normalisht. Aty është nxehtë. Ta pyes pak veten. Po e pyes. Me nga dal, që të më marrin Mjafton sipërfaqja të mos jetë edhe e lagur, e tillë. Ta hapim dhe kapakun, këto ishin 3 Dhe ja ku kemi recetat. Pak limon në fund fare dhe shijojeni supën, tavën me peshk të vogël, salcë dhe domate pomodorini, dhe puding me farakia, me fruta pylli, dashurin ton e keni. Të 3 recetat, si gjithmonë, do t'i rikthemi tani faqes tonë në YouTube Reze Dielli, na bëni aty subscribe dhe klikoni për çdo recetë sepse idhen më vete. Më vete supa, më vete tava, më vete pudingu me mënyrën e përgatitjes dhe produktet. Do bëjmë ndonjë çaj tani? Ma çajnikun unë për të bërë një çaj patjetër. Një çaj me fruta pylli apo boronic apo një çaj të stinës, çaj mali, çajrat tona janë pafundme. Megjithatë afine me kanellë, me mollë, me portokall dhe me të gjitha. Mjafton që ti kemi pjesë të rutinës tonë të përditshme. Tani me që barova, të ngre pak balluken. Si është ajo? Balluke bëj balluke prerë. 2 gish për mbi vetu. I kam shumë. Mirë, ne do të shihemi pas pak me horoskopin, me parashikimin e yjeve për një vit gjatë astrologjik, të shohim se çfarë të reja ka ky vit në fushën e astrologjisë. Dhe një përqafim shumë të madh nga unë. Ju pres pas pak, pas fleshit informativ. Mirë se erdhët, do të flasim tani me numerologen dhe astrologen Liza Gjika për një vit i cili sipas saj nuk ka përfunduar ende, sipas këndvështrimit astrologjik, por për secilën shenjë të zodiaku do të tregojmë se si do të jetë 2026, por edhe në aspektin numerologjik, çfarë përfaqëson 2026. Mirë se erdhe, dashur Liza. Përshëndetje, dhe gëzuar me ndërimin e viteve, domethënë, në mënyrë kalendarike. Unë për vete e njoh 21 marsin, vitin e ri, astrologjia këtë njeh, aty ku fillojnë bimët që çelin, dielli është më afër tokës, na bën ne më kreative njërën tjetrën. Nuk mund të filloj jeta me gjumë, si bimët edhe ne. Kështu që nuk ka aktivitet. E qartë. Dhe të quhet kalendarik, megjithatë ne mëson me këtë ritin kështu dhe e quajmë. Por viti s'ka mbaruar. Po. Dhe duke i dhënë dorëzime deri në fund, do dëgjojmë dhe ngjarje, po ngjarjet më të mëdha mund të jenë edhe të këqija. Patjetër. Se bëhen dorëzimet, edhe ky viti 2025 sa që mbaron me 1/9, e kam thënë disa herë që është fundi një kapitulli, fundi një epoke. Mbaron dhe kështu bëhen disa dorëzime. Po. Shumë të mëdha, qoftë edhe shëndeti, qoftë edhe erotike, qoftë edhe profesionale, shumë gjëra të mëdha. Përpara se të fillojmë të analizojmë se ç'kuptim dhe me çfarë energjie vjen 2026 edhe në kuptimin numerologjik, më trego pak për vitin tënd. Si ka qenë për ty 2025-a? Po, viti 2025 i gjithi ka qenë shumë i bukur, ç'është e drejtë. Ka qenë me aktivitete, unë vitale si gjithmonë, por çuditërisht nga fundi psova dhe unë diçka, një defekt. Domethënë psova një atak në zemër dhe ditën që jam nisur herën e para këtij emisioni, në mes të rrugës u ktheva te Ygea dhe bëra koronare. Pra, për ta shpjeguar dhe për t'ja dhënë si përgjigje teleshikuesve dhe komentuesve që na kanë shkruar, sepse mungove një radhë në ekranin tonë. Isha smur. Liza ishte nisur për të ardhur në emision dhe befas rrugës pëson një atak kardiak.
Çka detyroi shoferin të kthehej direkt në spitalin më të afërt për ta bërë ndërhyrjen e saj. Dhe i faleminderit shumë dhe mundësitë që janë sot, dhe doja të thoja edhe tjetrën që ky vit do sjellë mundësira akoma dhe më të mira për ndërhyrjet e njerëzve. Teknologjia ka përparuar shumë, duke futur këtë ky element, por nëse do të jenë akoma dhe më ndryshe. Që mos e shkëputim atë. Tani si je me shëndet? Shiko, jam mirë. Kjo ka ndodhur para 2 javësh në mos gaboj, apo jo? Jam mirë, që është e drejta, ndije mirë, por lodhem pak më shpejt, në mënyrën e të folurit. Mjekët më thanë që është shpejt akoma, do të marrësh veten. Me shpresojmë tani, nuk e di çfarë tempo dhe mosha bën kësaj tani desa do ve mjeku ton. Të kem kujdes të rinj. Je në kujdesin e mjekëve, në kujdesin e... Sot kam dhe kontrollin, bes emisionin, do shkoj të bëj dhe kontrollin. Urojmë të dalësh sa më mirë. Faleminderit. Që sërish të kemi pranë ekranit dhe pranë shikuesve tan, edhe pse kjo është një periudhë e vështirë. Ti je një grua e fortë, edhe më duket sikur e menaxhon shumë mirë edhe stresin, smundjen, gjithçka që... Tani, është diçka tjetër. Ne mund të shikojmë një njeri të fortë, por nuk njohim anën sentimentale të këtij njeriu. Në sa i ndjeshëm është ky njeri. Duke me fortë, por brenda jam shumë e dobët. Shikojmë 2 anë. Kishe vuajtur ndonjë më përpara nga këto probleme të zemrës? Asnjëherë. Ke qenë gjithmonë vitale, në ecje. S'kam pirë asgjë, s'pija aspirinë asgjë. Tani kam një thes me ilaçe. I ngatëroj, i bëj lëmsh, nuk e di. Nëse do mësojmë dhe me ato ndoshta, nuk e di. Të shkuara. Dhe kjo fatkeqësisht erdhi dhe pas një sfide tjetër me bashkëshortin, i cili pësoi të njëjtën gjë brenda muaj, të dyve. Tani, këto janë gjëra që ndodhin. Ne jemi në këtë epokë që ka psim zemra. A kupton, quhet epoka e zemrës, goditjet. Si duket atmosfera, këto megat që futen njërën tjetrën, ndoshta moshat e mëdha nuk i përballojnë dot këto gjëra, a kupton? Dhe shumë aspekte të tjera. Si e kuptove, si të erdhi Lizaj, për ta dhënë si dimes për shenjat, për këdo që i ndodh? Si ku më dhimte muskuli shumë. Dhe nuk për e reatoja dot, dhe kur e fërkoja më dhimte prapë, do mos ndjeja rehat. Pastaj më ta goditja një gjoks, shumë të forta, më falë edhe dhimbje. Dhimbje të pallogaritshme, të shumë të fuqishme dhe më prej vështrimi. Shikoja gri dhe të verdh. Kupton, më falë dhe pastaj dhe faty ti mirë ka qenë që qëllove afër edhe që ishte ndihmë e shpejtë me ishte ndihma edhe e shoferit që të shoqëroi, që u treguai shkak. Ajo ishte ndihmë e shpejtë. Isha në kohën e dur, në momentin e dur, domethënë më kapi. Zoti do ka dashur që ti ishe këtu përsëri, të vije përsëri në emision, të shkuara qoftë me kaq. Faleminderit, Rof. Ti je mirë. Ti je mirë. Tani le të marrim me radhë, ti marrim gjërat me radhë. Jemi në 2026. Atëherë të futemi pak te 2026. Okej, është 10. Është 10. Është numër materje, është numër material. Numër i fortë, numër bosi. Numër bosi. Numër bosi. Filloj dhe data 1, çuditërisht, të qelloj ditën e njëjtë, ditën e Jupiterit. Data 1 janar. 1 janar qelloj dhe dita e Jupiterit, e njëjtë. Po. Domethënë, unë shikoj. Çfarë tregon kjo? Unë shikoj në detaje. Po Jupiteri është planeti fatit, ku shkon Jupiteri, ka të mbjella, ka të korra, ka të prodhuara, ka domethënë ndaj quhet planeti fatit, se është i bollëkut, kuptohet. Po. Por jo gjithmonë se është edhe i zmadhuar pak, varet me cilin planet të afër ose me cilin shenjë mund t'jetë. Por si vit 2026, si numerologji, është numri i bollëkut dhe numri i një fillimi të ri. Në të gjitha aspektet? Në të gjitha aspektet. Në të gjitha aspektet. Viti që shkoj, që s'ka ikur akoma, do ikin 21 mars, është fillimi i vitit tjetër, astrologjik, kemi akoma për të krasitur shumë gjëra. Më kupton, dhe ato që janë ato më toksike, më të vështira, sidomos nga ana sentimentale, nëse njerëzit kanë duruar, edhe kanë shpresuar, ose kanë përdorur mënyra të ndryshme për të rikuperuar gjendjen, është e pamundur. Ky ka dhënë fund. Dhe jepet fund. Deri në marsi, domethënë, ne do shikojmë të pastër veprimet, dhe ky vjen me 1. E heqim atë zeron që është tërësia dhe jep materjen, po fillon me 1. Dhe në kohën që fillon me 1, ne jemi vetëm, mendojmë për vetëm dhe do jetë shumë individuale. Çështja, për të ecur përpara. Pra, ndryshimet do fillojnë nga marsi e tutje i bie, kur të përfundoj viti astrologjik. Edhe në mars futet viti astrologjik, nuk fillon me 1 nga marsi,
nga qeshori, nga koriku, po t'jap një aspekt tjetër. Në çdo fillim viti astrologjik, qeshori është baza, sepse ndërtohet ekonomia, dhe aty ndryshon ekonomia në gjithë botën, aty rregullohet gjendja, tek gaforja, mësoni këtë. Dhe aty fillojnë rregullatori. Jemi shumë të lidhur me këtë, domethënë ne më para bjem në dashuri me paran, sesa me individin. Dhe kur kjo gjë është bërë masive, është mas domethënë tek ne, detyrimisht është një rregulator. Po. Sepse ne po drejtohemi drejt materjes. Jo, po jemi drejtuar gjatë, domethënë kemi harruar. Dhe ky është rreziku tani që ke humbur dhe sensin të njeriu, apo të njëri tjetri, apo minjojen, apo dashamirësinë, apo afrimitetin. Dhe po bëhemi vetjak në këtë veprim. Dhe do vi koha akoma dhe me çuditshme. Doja të thoja edhe tjetrën për vitin, nëse kjo ka qenë epoka e një goditje të zemrës, për shembull ndoshta nga mingarkesa, atmosfera njërën tjetrën, ose futemi në detaje disa gjërave, ky do ketë disa si thonë, viruse. Viruse të reja? Viruse të reja me emra të rinj, që do vinë, do i sillin koha. Po, do vinë. Kush i përballon, i përballon. Ne nuk kemi kulturë mjekësie. Ne nuk vemi te mjeku të kontrollohemi. Dhe kjo është më se vërtet, unë duke nisur që nga vetja. Dhe gjithë fëmijësia për shoqëria ime që vjen, është e vërtet kjo. S'na është futur në gjak kjo kulturë, po të paktën të rinë duhet të jenë shumë më të kontrolluar. Të jenë më afër mjekut. Pra do të jetë një vit i viruseve të reja. Do të jetë një vit i viruseve të reja, po do të jetë shumë i fuqishëm. Kush e përballon. Prandaj sa më afër mjekut, sa më afër të jemi me ta, të konsultohemi, të bëhemi, se dhe mjekët sot për kohën e re që vinë, plot janë të përgatitur dhe shumë të mirë. A kupton? Absolutisht. Që të shpëtojnë jetën. Po. Atëre, e marrin në tërësi tani duke filluar Do me para. veçojmë disa zodiak që do të jenë më mirë në 2026? Jo, nuk mund ta veçoj dot këtë, se do jenë shumë mirë të gjithë. Por, meqense Luani, heqim Luanin, ka Jupiterin si vjet, nuk them se do shkëlqej nga të gjitha anët. Të paktën pjesën erotike që e ka shumë gjanë do ta ketë pranë gjithkohon, edhe me ndërimin e partnerëve do të jetë shumë i kujdesshëm, edhe mes këtyre ndërimeve mund të ketë edhe konflikte, po do ketë edhe rritje ana ekonomike, se do i vinë punë të reja. Domethënë do jetë mirë, por gabimi apo e keqja të Luanit, nëse ky është plot fuqishëm dhe i pushtetshëm, se si natyra është kryenes dhe kapriçoz, e bën si të pamposhtur në këto veprime. Haron që kjo është periudhë që kalon ai ikën. Do të jenë shumë të kujdesshëm personat, se Luanët janë të aftë, që lozin me lojrat e fatit. Dhe ky vit do të jetë i bollëku të tyre, dhe ato që marrin shpejt do t'i argjojnë shpejt. Prandaj të kenë kujdes, tu do kenë flok konflikte brenda në familje. Iku kem. Pra, paka shumë Luani Kështu që Luani do jetë epiqendra e zodiakut. E kupton? Epiqendra e zodiakut të vit. Pastaj do jenë këto shenjat e ndryshueshme, do jenë shenjat e zjarrit, meqense është Luani futet në trekëndsh. Kemi të parën dashin që do jetë me prioritet, siç ka filluar për shembull tani që ka filluar që nga 2025 që të futet në terene të reja, ose të kthehen mbrapsht në terenet e tyre të lëna mbastore, në shoqëritë e vjetra, më kupton, të i rikthehen disa gjërave, ata që janë në terenet e reja, në kompanira, aspekte biznesi, puna, apo drejtuesa, apo diçka, ose me famë, ose me emër për këto, janë në terenet e reja. Do të jenë shumë të kujdesshëm, dhe vetiu janë të kujdesshëm, nuk janë ata dash që mund të hedhin hapin me vrap të... Jo, janë shumë të kujdesshëm, domethënë tregon një rritje. Tregon një rritje, të jenë të kujdesshëm në terenin e ri, të dinë çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet, që marsi të gjejë shumë të përgatitur. Domethënë kjo periudhë e dimrit, që jemi pikërisht sot, u jep atyre kohë për ta menduar këtë gjë. I shtron shumë mirë planet e veta te dashi. Kjo është një anë shumë pozitive. Ky muaj që është i fjetur, u bën mirë të gjithë zodiakut, për të menduar për planet e tyre dhe për të ëndërruar. Nuk i kanë shumë optimiste ëndërimet, sepse dielli është shumë larg, nuk kupton, u jep me mëdyshje disa gjëra dhe me pikë pyetje, por nga dal, duke filluar nga 28 shkurti dhe tutje, do fillojnë të ndryshon viti. Pikërisht do fillojnë të ngjallen këto ndjenja, emocione, të gjitha me radhë. Si nga ana sentimentale, po njëkohësisht edhe nga ana e biznesit, rritjes parave, njërën tjetër, burimeve të ndryshme, domethënë do kenë
Ky vit që vjen do ketë gjëra shumë të mira, se është viti materjes, fillon me 10. Shkëputemi nga lidhjet shpirtërore, nga viti më emocional, pra jemi një vit më racional, më materje. Jemi më ndryshe, më kupton, është pak më individual. Ta kuptojmë mirë këtë. Do më thënë, kemi arritur të kuptojmë që... Kjo është në dëmin tonë, apo jo? Shiko, nuk e kuptojmë në dëmin tonë, sepse kemi konsumuar shumë edhe për të tjerët, dhe nuk kemi marrë mbrapsh. Kjo është gabim që e thash tani në fakt, se e dëgjoj shpesh këtë. Nëse unë bëj për ty, nuk e bëj që ta marrë mbrapsh këtë gjë. E bëj se dua unë, do jem unë mirë. Nëse unë e bëj me qëllime të caktuara për ta marrë mbrapsh, atëherë mua gjërat e mia nuk do vënë mirë. Dhe s'kam se ta marrë. Mua mirësia që të bëjt e ty, do më vi nga dikush tjetër. Një e pa njohur, apo njërën, apo tjetër. Nuk duhet të kthehemi në këtë forma. Bëj mirë se do gjesh mirë. E kupton? Bëj mirë, po mos prit nga tjetër. Pra kur ka prishme nuk ke dhe zgënjime. Ti prit nga tjetër dhe zgënjesh dhe e përjeton, e përjeton atë dhe e kategorizon. Kështu që nuk duhet të kategorizojmë. Ky është viti vetjak, është viti vendimtar, viti që është për ndërtim, viti për plane. Do kemi gjëra kreativitete të reja dhe shumë të bukura. Do t'jepen shumë mundësira të mëdhaja për të ecur individualisht në këto gjëra. Do jetë shumë e theksuar si tipi medjes apo podcasteve, dhe më thënë jeta sociale. Do jetë shumë e angazhuar. Para do meren pak më ndryshe, nuk do jenë parat si që meren, por do ndryshoj. Nuk them të japin të gjitha në këtë vit, kemi që vitin që jemi tani, 90 me radhë, 9, mos e haro. Në çdo 90 vjen një epokë tjetër apo një kapitull tjetër. Kështu që kemi kohë për të ndërtuar këto gjëra. Ky është një fillim për planet tona dhe për të gjitha shenjat. Tani unë po futem e kam të dashur dhe do thonë Demi, unë i përfshiva të gjitha. Duke përmendur këto tranzitet për secilin shej. Bravo. Demi ka pasur goditje në periudha, se këto vinë vazhd, nuk prjen me tik, ku mbaroj këtu dhe filloj këto. Jeta vazhdon. Vazhdon këtu. Por ka diçka tjetër shumë të bukur, Demi, sepse nga gabimet apo nga mirësitë apo nga zënjmërgjësia, nga ndimesat që ka bërë, apo nga gafat që ka bërë, ka mësuar shumë. Dhe tani është kthyer dhe është zgjuar dhe thot dalen qiko vlla. Bëj për këtë, bëj për atë, për gjithë kompaninë. Domethënë merr një drejtim edhe një plan të ri përpara. Dhe them që do eci, nuk do eci me vrulle shumë të mëdha, dhe i këshilloj të mos eci me vrulle të mëdha, se ka kohë përpara plot, por të eci ngadalë për të ndërtuar themelet e forta. Se Demi ka një veti, duhet ta përjetoj dhimbjen që ta ndjej që mos ta humbasi. Por nuk e përjetoj e humbet shpejt. Kështu që duhet ta përjetoj si në anën sentimentale, ashtu dhe në jetën shoqërore, ekonomike, financiare. Kështu që do të ketë gjëra shumë të mira. Në përgjithësi do jenë në këto valë të gjitha shenjat. E kupton këto valë? Futemi te binjakët, pavarësisht që në mes të rrugës kemi edhe mërkurin që kemi mbrapsh, po binjakët do jenë mirë, ata që punojnë në media, sidomos, personat që kanë numrin 7, sidomos, personat që kanë numrin 3, sidomos, do jenë shumë bukur, do jenë shumë mirë, unë po fus edhe pak numerologjin brenda, do jenë shumë e fatë, do kenë shumë famë. 7 që ka numrin e lindjes? Numrin e lindjes po kap, nuk po kap fundin se nuk e di kush, po kap vetëm datën e lindjes. Data e lindjes flet shumë, sepse ai shkodi jon. Ai shkod. Ajo flet shumë. Nuk është rastësi. Absolutisht. Ai flet shumë dhe personat tash që kanë 7-ën, 11-ën, që kanë 3-shin, do jenë shumë mirë. Pesa, në fakt pesa ishte e këtij viti që shkoi, por është në vazhdimsi. Pesa është gjithmonë në vazhdimsi. Është një numër shumë i bukur. Është një numër i famës, i parase, të ramerat. Dhe në qoftë se bjen në harmoni me numrin e fundit, unë nuk e di, gjithë secili ta bëj vetë datën e lindjes, duke mbledhur datën, muajin dhe vitin. Në qoftë se këto janë harmonike, për shembull, kemi 5 këtu. Në fund është 6, kjo quhet harmoni. Se vjen bashkë, vjen radhë. Në qoftë se është 6 përpara dhe 5 mbrapa, këtu kemi disharmoni. Domethënë gabimet nuk vinë nga ata që të shoqërojnë ty, vinë nga ty. Je ti shkaku, gjej gabimin brenda vetes. Domethënë ka disa sekrete të vogla të bukura. Nëse të gjitha shenjat them që do të jenë shumë mirë me ecjen e tyre dhe me hapjen e tyre për këtë vit që vin, por më mësojeni mirë që viti ky është kalendarik, viti fillon në mars dhe zhvillimet e këtyre fillojnë qershor, korrik. Të kuptojmë këtu, dielli është më ngrohtë, është më drejt për drejt me tokën, kreativiteti është më i fortë, ne jemi më të shkrifur,
më mirë, bimët qelin, shu që edhe atmosfera është e bukur, dhe të gjitha këto në frymëzojnë ne, na japin ne harmonin, dhe harmonia në ndërton kreativitetet, në ndërton pasionet, dëshirat. Të cilat i kemi menduar, reflektuar në janar, në janari e toti, se janari është i fjetur, është i nga dalshëm e gjitha merat. Pas binjakve, do të kalojmë në shenjën tjetër pasarse. Do të kalojmë tek gaforja. Kemi gaforen. Gaforja do jetë mirë një periudhë shumë të gjatë kohë, sepse ka planetin e Bëllëkut, ka Jupiterin, dhe do jetë shumë mirë, mund të ketë ndryshim planesh për punët e tyre. Ajo varet dhe të individi, në qoftë se ndjetë mirë i plotësuar ekonomikisht dhe paq në punën që është, nuk ka pse bën disa ndryshime, por do t'i vinë këto oferta. Ka nga gaforet e tjera që do i vinë këto oferta, për të ngritur, për të ngjitur e tjera. Dhe duhet ta mendojnë edhe mirë në fakt, se një teren i ri do duhet shumë kohë për t'u përqendruar, ose për të kapur veten. Gaforja si natyrë e ka që nuk e ka të lehtë ndryshimet. E kupton zë një pozicion, e rregullon bukur dhe mirë, dhe atë e ndërton me mendjen e vet të jetë aty. Dhe ndryshimet, në një anë dhe i pëlqen ndryshimi se është ekonomia, por ana tjetër e ka të vështirë të lëvizë. Gjithsesi ndodhet mirë. Kjo periudhë, do me thënë, i jep mirë. Edhe periudhën që jemi tani që flasim bashkë, është në pozicione shumë të mira dhe me plane shumë të reja. Do bëhen me shtëpie, po mund të kemi rikthime nga e kaluara në anën sentimentale. Ora mund të kemi edhe flirte të reja, ose njohje të reja që të cilat do jenë afatgjata. Do t'i japi prioritet. Po mund të kemi edhe një lindje. Një ngjizje të re, dhe kur të lindi pastaj, sjell diçka të re. Domethënë, i jep diçka të bukur tek gaforja. Nuk ka hiperbolizëm këtu, meqense është Jupiteri, po i jep pastaj një siguri. Se gaforja ndihet shpeshherë pa sigur, të gjitha shenjat e ujit, po sidomos gaforja, që e ka një para, dy apo mbrapa. Këtu ka një siguri, ndihet mirë, ndihet e lehtësuar. Për të kaluar tek shenjat pasarse, bëjmë një pauzë, kalojmë në publicitet dhe vazhdojmë me shenjat e mbetura, kështu që na prisni, do të vim shumë shpejt. Jemi me Liza Gjikën për shenjat e tjera të zodiakut, jemi tek Luani, apo jo? Po, si që thamë të Luani që është do jetë mbreti i vitit, le ta gëzojnë, shumë bukur në det qefi, do jenë mirë si që përmënda dhe pak më parë, do jenë shumë mirë, vetëm të kemë kujdes ata që merren me këto lojrat e fatit që shpenzojnë para, si u vinë shpejt që gjenë punë, është u jepë dhe shpejt. Këtu është problemi. Atëre futemi të Virgjëresha. Po, Virgjëresha fillon me një vrull shumë të mirë, me opsione të reja, me programe të reja, dhe do t'i japë shumë përparësi, 2 punësime, 3 punësime, veprime të reja, oferta, surpriza shumë të mira, njohje të reja, shoqëri të re, dhe udhëtime, panën profesionale. Do ketë gjëra shumë të bukura. Varet sa i zotja apo e zonja mund t'jetë Virgjëresha për t'i përballuar këto të gjitha. Në mendje i ka, për dashurin do, praktike është në fakt, duhet të shfrytëzoj këtë mundësi, se jo gjithë një vinë këto lloj mundësira. Në qoftë se i shfrytëzon tani këto lloj mundësi, ka ndërtuar të ardhmen tënde që mund të ecësh me njëri të më të ngadalshëm. Tani është një periudhë që kërkohet pak vrull, ç'është e drejta. Rëmbej të gjitha këto, se do të vinë dhe pastaj do kesh kohë për ta jetuar dhe për ta shijuar. Kalojmë tek peshorja. Viti peshores. Edhe peshore do të jetë shumë mirë, me ekuilibrin e saj, me balancat e saj, me përqendrimet e saj, me hallet e problemet që ka kaluar, fillon një stabilitet. Ky vit do t'i japi stabilitet, siç e thashë që në fillim, të gjitha shenjat do të jenë shumë mirë, sepse është nisme, është një start i ri që fillon. Varet kush del i pari në fund. Por gjithsecili fillon me startin e vet, me energjinë e vet dhe me pozitivitete. Është një anë shumë e bukur dhe një mundësi e madhe. Kështu që kemi edhe peshoren në zgjedhje të tilla dhe të mrekullueshme, ç'është e drejta. Pavarësisht që çdo shenjë në fakt fillon në periudhat e veta, por të gjitha shenjat do fillojnë duke ardhur qershori, koriku, gushti dhe me radhë. Tham pastaj tjetrën që
kur mund të fillojmë bizneset e reja. Cilat janë muajt më të favorshëm për fillimin e biznesi? Fillimi. I kemi deri në korik. Në periudhën e gafores, që është ekonomia që lëviz. Pastaj kemi një stopim, gushti jonjësh, pavarësisht që është i Luanit pjesa e dytë, jo. Është muaj zjarreve, muaj pak i lëvizshëm dhe jo bukur. Dhe pastaj keni periudhën e nëndorit, e cila fillon shigjetari. Pastaj e pushim flini gjumë, si tani. Si këto muajt e qetë. Filloni marsin. Këto janë bizneset, apo njojt, apo diçka për të bërë. Dasmat, për shembull, cilat muaj mund të jenë më të Dasmat tani e kam bërë që të gjitha, nuk e përcaktoj dot të dasmat. Kur do njeriu martohet, këto rite janë të vjetra, unë jam gjithë një avantazh, jam të ereja. Dasma është në momentin që unë e dua personin dhe dua të ndërtoj jetën. Çfarë duhen dasmat? Dasma është për popullin. Për ata miq që vinë, nuk është për mua. Ka një datë aty që vendos çifti edhe thotë është data e dasmës të cilën e kujtojnë çdo vit të jetës. Domethënë çfarë shenjë zodiakale është dhe çfarë i përshtatet, më kupton? Për shembull, futemi tek Virgjëresha, mund ta ketë një datë 9 që ka më të bukur. Futemi te Luani, mund të ketë datën 5 më të bukur, më kupton Lizën? Kështu që secila nga shenjat e vet ka sekretet e veta dhe unë nuk mund ta përcaktoj dot në tërësi këtë gjë. Është sipas individit. Qartë. Pra nuk e përcaktojmë dot si muaj që kur duhet lënë dasma. Le që kjo nuk varet në dorën tonë, se varet nga lokalet ku nga dasmorët, dhe që se kam dëshira unë me preshin ato. Totalisht ne. Kalojmë tek akrepi, si do të kemi akrepin. Akrepi ka pasur ca dallë shumë të mëdha, po është në rritje, është në ngritje dhe i fuqishëm bile. Shumë fuqishëm. I merr gjërat më seriozisht. Por nuk ka shpëtuar akoma nga dallgët. Si shtam që jemi i fundit tani. Nuk kemi shpëtuar, po ka dhe disa dorëzime të tjera për t'i sqaruar dhe për t'i bërë, ndoshta edhe nga disa pabesi të vogla që kanë ndodhur në favor, domethënë në favor në anë të këtij, domethënë i kanë bërë ca pabesi të cilat ky nuk i duron dot. Gjithsesi them që do ndihet mirë, do ndihet fuqishëm dhe do të ecë me një ritëm sipas mënyrës vet, kanë një mënyrë të çuditshme. Nuk e kanë mënyrën drejt për drejt. Janë drejt për drejt në të folur, por mënyrën e lëvizjes tyre kanë të tërthort. Për të ndjerë të sigurt si tham që janë shenjat e ujit. Ka nga akrepët që mund të jenë nga shenjat e shkretëtirës së tokës, ka nga akrepët që janë të ujit. Mos harrojmë. Po e përgjithshme është e uji. Kështu që bëjnë lëvizje të tërthorta në mendimet e tyre dhe në idetë e tyre. Pavarësisht ku nxehen janë drejt për drejt e të thonë gjëra, kanë akoma vazhdojnë të kenë probleme, por viti që vjen, ky që jemi por në vazhdim nga marsi e tutje, korrik u gusht, do t'i gjejmë më të përgatitur dhe çdo shenjë do ketë mirësitë dhe mbarësitë e tyre apo çelësat kryesor i kanë nëpër muajt e veta. Të gjitha në periudhat që ne kemi lindur. Pikërisht. Aty i marrin të gjitha përfitimet dhe tranzitet që ndodhin. Kalojmë tek shigjetarët, po. Shigjetari është mirë si gjithnjë. Është një shenjë novatore me nisma të reja, edhe me guxim të gjitha lëvizjet. Nuk e di unë si vjetë si do kem guximin, por që... Je shigjetar, Liza, apo jo? Mendoj që ta marrë këtë guxim, dhe s'dua ta mendoj fare, që është e drejta. Do jenë mirë, si që përcaktova që do jenë mirë. Do kenë udhëtime, ana profesionale. Tani unë nuk mund të kem anë profesionale për udhëtime, por që mund t'i kem për qeft ose vdes për televizor. Por do janë të tjere që do t'jenë anën profesionale, me eksperienca të reja, me nisma të reja, gjëra shumë të bukura dhe shumë interesante, dhe e favorizuar do t'jetë data 11, 29, mund t'jetë 3, 9. Këto që mund t'kenë benefite akoma më të mira, jo se tjera do jenë keq, po këto do jenë më në avantazh, do jenë shumë mirë. Do kemi dhe njohje të reja, të cilat i pëlqejnë dhe aventurat, që është e drejta, janë sportiv dhe në sportivitet i pëlqejnë edhe partneri që t'jetë sportiv, ndihet shumë në presion nëse shikon, i pëlqen dhe shikon personin që mund t'jetë një klas, ndihet pak në siklet ose do jetë pak i mbyllur në vetvete. Nëse këto janë disa detaje që nuk na hyn në punë tani. Po mund të ketë puntata të tjera kur flasim për gjendjen më emocionale të shenjave. Tani kemi bricjapin. Ne jemi te bricjapi. Bricjapi ndihet mirë dhe ndihet fuqishëm se është në periudhën e vet. Por ka një diçka. Nëse ndihet mirë dhe fuqishëm dhe ka gjetë një pozicion pune të cilin e ka pas një ndërim dhe qëndron aty, të mundohet mos bëhet manjak i ndërimit të punës apo një pozicioni të tjetër,
tjetër, duke kërkuar më shumë anën ekonomike. Sepse do ketë ndryshime të cilat nuk do gjej do të vend. Kështu që ndroni këtu ku jeni, do të jetë shumë mirë për ju, dhe ndjeni shumë mirë veten, dhe duke ardhur periudat juaj, më përpara se të vi dhjetori për shembull, ju do keni gjëra shumë të mira, por të pozicioni punës jeni, do keni ngritje në karrierë, do keni ngritje në buxhet. Kështu që do i bëni vend fole vendit ku jeni, vetes aty ku jeni e ndërtoni. Se në fakt ju jeni shumë punëtor, dini të punoni shumë bukur dhe jeni shumë korrekt. Kështu që mos kërkoni të lëvizni duke treguar manjaksi për një punë tjetër, sepse do dëmtoni veten. Do gaboni, domethënë, me parashikimin që mund të bëni. Qëndroni këtu ku jeni në një pozicion shumë të mirë, gjatë rrugës do jeni akoma dhe më mirë. Ju mund të ndërtoni dhe një shtëpi, ose mund të blini një shtëpi, mund të realizohet një ëndër shumë e bukur. Më kupton, mund të keni probleme pak të vogla nga pjesa tjetër të individit, të familja e madhe. Aty do keni disa probleme, mund të keni disa gjëra ligjore, të cilat do marrin rrugëzgjidhje të pa diskutuara. Në këtë vit do jetë edhe një vit i rrugëzgjidhjeve të gjërave ligjore. Do të jem pak më... Që kanë mbetur pezull. Po, që kanë ngelur pezull prej kohësh. Dhe kështu që do t'i realizoni këto. Atëherë futemi te ujori. Ujorët. Ujorët nuk ndjehen fort mirë dhe në periudha që jemi, por do ta marrin veten ngadalë, që është e drejta, janë pak më të ngadalshëm, pavarësisht që ne jemi në epokën e ujorit, por është periudha e ujorit që nuk ndjet aq i fuqishëm. Nuk ndjet i fuqishëm në anën profesionale. Mund të ketë lëkundje ose mund të ketë një pabesi të vogël që e ka kaluar, por dhe ana shëndetit nuk ka qenë shumë e fuqishme ose nuk është ndjer mirë. Brenda vetes nuk është ndjer mirë, nuk është se ka ndonjë dhimbje specifike, por nuk është ndjer mirë. Varet edhe me partnerët me kë kanë të bërë, me konflikte të vogla. Por do e marri veten ngadalë dhe duke i radhitur, duke i shtruar këto gjëra, puna do t'i shtohet, patjetër, do jetë pak i ngarkuar, tani kur je pa punë ose kur mendon që nuk bën kjo punë, dhe të del një tjetër, dilni për Zot. Ata janë shumë të mendshëm, i duan punët me mendje në fakt. Mi thonë që është shenja më e mençur e zodiakut. Pikërisht quhet mençuria e zodiakut, i duan punët me mendje dhe periudhat që ne na presin përpara apo gjeneratën, drejtohen nga ujori. Jemi në epokën e ujorit, ai na sjell këto mrekullira, edhe këtë kohë, e këtë çuditëra. Dhe jemi pikërisht në nismat e para të jetës së re, që do ndeshemi me shumë situata të çuditshme. E kam thënë prej 20 vjetësh këtë gjë. Dhe vazhdoj të them, sepse jemi pikërisht e koha, fillimi i kësaj epoke, 2026 ta shënon fillimin e një epoke të re. Gjëra mjaft të çuditshme që do ndeshemi ballë për ballë. Kush i përballon, kush nuk i përballon. Por kjo është për gjeneratën, ta dish. Që janë më të gatshëm për veprimet. Prandaj duhet të fuqizohemi mirë mendërisht. Si duhet i përballojmë është ideja? Si duhet i përballojmë, pikërisht duhet të futemi të studiojmë, interneti ka shumë gjëra, për ne që t'i mësojmë përpara kohë që të mësojmë me gjendjen. Mos t'jenë të menjëhershme. E kupton? Ajo është mos përballja e tmerrshme, domethënë kur ti nuk e njeh, kur ti lexon, i bën, dëgjon, domethënë ti ndeshesh me këto, njifesh me këto, prezantohesh me këto, mësohet gjendja jote. Më kupton, mund të ketë tronditje të vogla, por që do t'i kapërzesh. Që të përshtatesh. Që të përshtatesh me to, patjetër. Jemi te peshqit. Po, jemi te peshqit. Peshqit nuk them që janë keq, por ka pasur faza të këqija, edhe të goditse, se ka pasur Saturnin brenda, por kanë rregulluar dhe disa gjëra, se Saturni nuk është për të goditur, është për të ndrequr disa veprime, ose disa gabime që ke bërë, ose disa tolerime që ti ke vepruar. Kështu që i bën peshqit që të drejtohen më mirë, të qëndorë nga të qarat edhe nga të ankuarat, të shikojnë gjërat më me një sy tjetër, më me seriozitet, të japin më guxim vetës për të vepruar, mos bëhen manjak i kërkesave të një gjëje, ta shikojnë me kënd vështrime të ndryshme, për të ndryshuar dhe pozicionin e tyre, ku janë dhe si ndodhen, të kthehen të shikojnë pak historikun, të japin precedent vetes, për t'i thënë tjetrit apo tjetrës apo jetës, që edhe unë vlej, edhe unë meritoj, jam edhe unë këtu. Kështu që ka gjëra shumë më të bukura për të bërë, se sa ajo të ngecesh mbrapa. Saturni kaloi tek ju, u dha mendje, u dha besim, u dha siguri, pavarësisht tronditjeve, por me kalimin e kësaj gjëje që largohet, t'jep që të korrigjosh veten, të korrigjosh gabimet.
Kështu që kemi gjëra të reja të peshqit dhe shumë të bukura. Këto ishim gjitha qenjet. Ishte e gjithë shteruese ishte përshkrimi për çdo shenjë, por megjithatë, nëse do të vinë dosje një emër, pra 2026 ka një emër. Cili do të ishte emri që do të zgjidhje? Një fillim i ri. Fillim i ri. Po, hap i ri, fillim i ri. Kjo ndodh edhe në vitin kalendari, kur themi ne kemi një fillim viti të ri, kështu që ne mendojmë që do të bëjmë gjëra të reja. Ne themi teorikisht, sot do të jetë teorikisht, praktikisht. Që me të vërtet fillojmë një gjë të re. 2026 si numër të del një, djeta, materje, ke ndërtime, ke organizime, ke plot gjëra për të bërë. Njerëzit e duan kur ja u thua kështu të koncentruar, po nga ana sentimentale, cila do të jetë shenja që do të përfitoj më shumë? Nuk e di tani ta përcaktoj, se kush do jetë me përfituar më shumë. Që t'i ketë më mirë punët në fushën e dashurisë. Jo, tani kur kemi gjëra të reja dhe kemi këto flirte, unë them që ana sentimentale mund të jetë dhe pak individuale. Meqense dhe gjithë viti do të jetë i tillë, i orientuar drejt egoizmit dhe individualizmit. Dhe është pak individuale që është e drejta. Se ne po shkojmë drejt vetjakes, po shkojmë te individi vetëm për vetëm. Më kupton dhe kjo do të jetë pak e vështirë dhe më zgjedhje. Është dëmtuese për shoqërinë. Sigurisht. Vetë ne kemi ndërtuar për të ardhur këtu. Ne kemi ndërtuar këto. A kupton, nuk kemi bashkëpunos ne, nuk kemi solidar ne. Dhe nga nuk kemi solidar, do vinte një ditë e tillë. Por do vi një ditë e tillë, por do ankohen si meshkuj dhe femrat për jetën sentimentale. Dhe ky është çalimi që mund të bëjmë ne. A më kupton? Dhe ata që janë të martuar, për shembull, kanë problemet e tyre se kanë shumë të çara. Se në fund të fundit vin nga një sistem tjetër. Është shumë e gjerë kjo histori. Plus që përballen pastaj me ndryshimet dhe me situatat. Më kupton, dhe koha ndryshon. Nuk je si ishe 20 vjeqa, apo 30 vjeqa, apo 25 vjeqa, apo 50 vjeqa. Këndvështrimet janë të ndryshme. Konsolidimi dikurshëm. Sigurisht. Kështu që këto bashkëtesat janë shumë mirë, që është e drejta, se janë dhe më të lirë në veprimet e tyre, në zgjedhjet e tyre. Në njohjet e tyre, gjithashtu. Unë të uroj shëndet në radhë të parë, ti jesh mirë bashkë me bashortin, dhe të ketë kaluar kjo sfidë duke të sjellë vetëm të mira. Inshallah, atë shpresojmë gjithë një. Kjo na ka mbajtur gjallë gjithkohon që ecim. Se ne kemi pre biletën. Edhe me menaxhimin, siç tham, stresi do të menaxhuar. Po, duhet menaxhuar bukur. Mirë. Faleminderit shumë. Gëzuar, faleminderit që erdhe. Qoftë një vit i mbarë dhe inshallah na ndodh që janë ashtu siç janë, gjëra të bukura përpara. Gjëra të bukura përpara, ashtu siç është përshkruar, për gjitha shenjat do të ketë lajme të mira secili në atë tranzitin e vet, në ujërat e veta në vizet planetare. Faleminderit dhe për juve, për vëmendjen tuaj, sepse na ndiqni gjithmonë, na komentoni dhe na shkruani. Biseda me Liza Gjikën, përshkrimi që ja bëri për 12 shenjat e zodiakut do të jetë në kanalin tonë në YouTube, Rreze Dielli. Na bëni subscribe, jemi bërë një komunitet i madh aty, kështu që ne ju falenderojmë për vlerësimin tuaj. Kalofshi një ditë të bukur, shihemi nesër me Rreze Dielli.